është një pyetje që duhet shtruar me që shpëtim e vend. Po. Dhe madje ajo që unë mendoj është kjo që raporti i Europës në këtë konflikt, vendikimi i Europës për arsye të leadershipit politik, për arsye të ideologjisë politike dhe për arsye edhe të fuqisë ushtarake që Europës si mungon sot për të vërtetës dhe ka një iniciativë nga presidenti Macron për të filluar një ushtri europiane, mendoj që ka qenë i ulët. Si shikon Europën në këtë ekuacion geopolitik dhe rolin e saj? Europa ka filluar të thrasmendis tani që disa prej politikave që ka implementuar dekadat e fundit e kanë lënë të varur ekonomikisht nga Kina, të varur ushtarakisht nga SBA-ja dhe të varur energjetikisht nga Rusia. Dhe kur ti je i varur në tre sektor kyç, pra ke energjia, ke ekonomia dhe ke ushtria nga tre fuqi globale, në këtë moment ti situash je i nënshtruar vetë, pra nuk ke mundësi të negociosh shumë, nuk ke mundësi të vësh termat e tu. Këtu unë fajsoj në një farë mënyrë politikat e majta në Europë, sidomos politikat pro-klimës, të cilat kanë goditur prodhimin europian të energjisë, pra Gjermania për shembull, është pothuajse 100% e varur nga gazi natyror rus, sepse grupet ambientaliste në Gjermani kanë bërë presion që mos ketë fare përdorim të naftës dhe gazit natyror për prodhuar energji elektrike sepse ndot. Po kur ti nuk përdor resurset e tua për të prodhuar energji elektrike, ajo që ndodh që ti bëhesh i varur nga një fuqi tjetër. Domethënë kjo është një problem i madh, sepse varësia e madhe europiane ndaj energjisë ruse ka sjellë inflacion në Europë dhe e ka vënë Europën në një pozicion jo të favorshëm në këtë luftë, në këtë betejë. Nga ana tjetër, kujtojmë që Europa është ekonomikisht e dobët, eurozona sipas një artikull që unë lexova rritet me gati 0%. Është shifër qesharake, pra nuk rritet fare dhe kjo është sepse burokracia në Europë është e lartë, taksimi mbi bizneset është e lartë, taksimi mbi produktivitetin është po ashtu i lartë. Dhe kjo i bën sipërmarrjet europiane jo produktive. Dhe çfarë duhet ndodhi Ruel në mënyrë që Europa të rrisë ndikimin e saj dhe në këtë konflikt leadershipi i Europës për shembull të kishte treguar dominancë, sepse de facto ata synojnë që Ukraina të jetë pjesë e Europës dhe gjithashtu edhe aleancës NATO-s. Mirë po zëri tyre është i zbetë në raport me aksesin e vendimarrje. Për qendralist. Pikërisht. Po, kjo ka qenë gjithmonë Europa, pra Europa nuk është se nuk ka pas një zot. Po pse ka përfunduar kështu në këtë lloj qëndrimi dhe në këtë lloj force primordialiteti, pra pse Europa është më e dobët në vend që të bëjë më forcë si planit që ka për Jean Monnet dhe Jacques Delors kur krijuan këtë bashkim shtetesh me projektin e madh evropian. Sepse politikat rishpërndarëse të shtetit të madh, të shtetit social, të implementuara nga e majta europiane, ose dhe nga e djatha e qendrës europiane, po me politikat të majta në 10, 15, 20 vitet e fundit, ku është vendosur si thua një theks i madh tek komforti ekonomik dhe social i qytetarëve dhe jo tek produktiviteti edhe ke konkurrentshmëria e ekonomisë europiane, ka bërë që Europa të dobësohet ekonomikisht, të rritet me pak përqindje, bizneset të largohen nga Europa, Europa të mos prodhojë energji mjaftueshëm për të qenë pavarur nga këto fuqitë e huaja. Pra janë politikat e brendshme marrësit. Për mua politikat e brendshme kanë shumë rëndësi. Prandaj edhe kur votohet, edhe kur flasim për zgjedhjet në Shqipëri në 11 maj, pavarësisht talljeve edhe banalitetit të politikës shqiptare, duhen parë politika sidomos nga partitë e reja, çfarë politika shofrojnë. Përgjithsisht të politikat e shtetit social dhe të mbi taksimit të produktivit në shoqëri mund të duken të mira, por nuk funksionojnë. Kanë dobësuar vende si ato të Bashkimit Evropian e jo më ekonomi të varfra si puna e Shqipërisë. Për të rikthyer deklaratave të presidentit Trump. Presidenti Trump në kohën e fushatës së tij kur kandidoi për president i Shtetit Amerikan, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ta këtë gjë që unë e kam një telefonat larg paqen në Ukrainë dhe konfliktin Rusi-Ukrainë. Sot duket që nuk ka qenë aq e thjeshtë dhe nuk është aq e thjeshtë të negociohet në lidhje me këtë paqe. Të do e shikosh si një dështim apo si një sukses presidentit Trump dhe çfarë mendon Ruel Domi që do arrihet? Do ketë paqe, do ketë armpushim apo do ketë agravim të konfliktit? Unë mendoj që do nis nga e fundit, unë mendoj që do ketë një armpushim.
dhe them marrën pushim sepse nuk jam i bindur që rusët do pranojnë paqen e plotë. Mendoj do ketë një propozim tjetër amerikanë që do të japë më shumë të mirë rusëve dhe në atë pikë rusët do pranojnë paqen. Në të kundërt, Putini po pret momentin që amerikanët të largohen fare nga tavolina e negocimit dhe ai të vijojë të pushtojë gjithë Ukrainën ose të marrë më shumë territore dhe të afrohet më afër Kievit. Sepse unë mendoj që objektivi final i Putinit është instalimi i qeverisë kukull në Kiev. Pra krijimi, si thua, gjunjëzimi i Ukrainës dhe krijimi i Ukrainës satelite. Si puna e Bielorusisë. Ndërkohë që lidhet me president Trump, ai është një biznesmen, si përmarrës në profesion, një shitës, ka shit gjithë jetën e vet dhe është mjeshtri i marketingut. Dhe i transaksionit. Dhe i transaksionit. Pra patjetër, dhe pra arti i ujdisë është libri i tij i famshëm. Art of the Deal, por vlen të thuhet që ai është një mjeshtër i marketingut ekonomik, por dhe elektoral. Dhe pjesë e këtij marketingut politiko-elektoral është premtimi i gjërave që ti nuk e arrin dot dhe një prej tij ka qenë zgjidhja e konfliktit Ukrainë-Rusi në 24 orë, ulja e çmimeve që sigurisht nuk është materializuar ende, se shumë goxha herët, jemi herët sa ka filluar punën. Por nuk mendoj që është dështimi i Trumpit, sepse Trumpi asnjëherë nuk e ka besuar që do zgjidhet Ukrainë-Rusia brenda 24 orë. Ai thjesht e ka thënë sepse është premtim fushate dhe është një nga ato leitmotivet e fushatës që ai ka menduar që do duken mirë ke votuesi amerikan. E qartë. Atë në ky armë pushim do jetë suksesi Trumpit, mendon? Apo do jetë një prelud i fillimit të një ndështimit të tij? Sepse unë do të jem pak skeptik në lidhje me atë që është premtuar mbi mbarvajtjen e interesave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare dhe gjeopolitike në botë. Shiko, politika është perceptim dhe edhe përfundimet e ndodhive të ndryshme në politikë janë çështje perceptimi. Pra kur ti thua sukses apo jo, varet në perceptimin e kujt. Pra nëse ai arrin ta shes mirë këtë marrëveshjen që ka bërë në publiku amerikan, ai do përfitoj goxha kapital politik dhe në sytë e publikut amerikan do dalë fitues.